po diskriminohemi çdo ditë. E kemi shifrën e fundit ku asnjë policë shqiptar nuk është pranuar në konkursin e fundit të shpallur nga Ministria e Punëve të Mbrojtshme të Serbisë. Dhe ky diskriminim është pasojë e çdo ditë që po diskriminohemi, domethënë nga 43 policë të pranuar, asnjë shqiptar në përfshirje dhe Bujanos nuk është punësuar, dhe pastaj kemi në 22 të punësuar në Medveq, asnjë shqiptar nuk është punësuar. Edhe pse nga numri që e kemi ka qenë 11 persona të cilët kanë konkuruar në këtë konkurs të shpallur nga Ministria e Punëve të Mbrojtshme. Dhe qasja e zotit Sfelqa është për të përshëndetur nga arsye se duhet të përdoret reciprociteti. Nuk e kemi ende shumë numrin e sa kemi duke u përpunuar në këto nga tereni, por realisht e kalon mbi 8.000 e kalon shifrën dhe ata dhe çdo ditë janë duke u pasivizuar njerëzit, se realisht çdo ditë për shembull pasivizohen nga 10 dhe pastaj pas një muaji kthehen 2, po derisa të vjen 2 që kthehen, ato bëhen diku 50 dhe 60. Domthonë kjo shifër është duke u rritur, kryesisht domthonë ka dosë pastrimi etnik në Medveq. Medveq është komplet është spastrimi etnik është domthonë në Heshtë ka kaluar, ndërsa tani ka filluar edhe në Bujanos dhe në Preshevë. Ti bëj shqiptarët të pasigurt në autoktoninë e tyre, që ti dëboj. Një lloj është programi dhe elaborati Çubrilovićve edhe sot aktiv si që bënte në Kosovë viteve të 90-ta. Absolutisht me efekt veçantë, ka bërë gjithmonë për 100 vite të tëra presione dhe padrejtësi ndaj shqiptarëve dhe Kosovë dhe Maqedonie dhe Lugin Preshevë, qysh edhe nga koha e Jugosllavisë, po megjithatë tani kanë ndryshuar metodat. Nuk përdor tyta automatikash, nuk përdor autoblinda, nuk përdor tankse, por po përdor mekanizma juridik absolutisht të pambështetshëm dhe në vetë kushtetutën e tyre, por për shqiptarët në Preshevë, Medveq e Bujanoc, në këtë sens ata i përdorin pamëshirshëm në mënyrë që të dëbojë shqiptarët nga këtu. Dhe këto toka të mbeten të boshatisura. Institucionet në Kosovë e kanë gjën më të lehtë për me vepruar, një lloj siç po vepron Serbia për serbët në Republikën e Kosovës, por në të njëjtën mas, po me të njëjtin kuti, duhet të veprojnë për shqiptarët në Luginën e Preshevës. Nëse Serbia kërkon një gjë për serbët në Kosovë, se të njëjtën gjë mos e kërkoj dhe autoriteti i Kosovës, qeveria, presidenta, parlamenti e të ngjajshme për shqiptarët në Lugin Preshevës. Nëse padyshim se atë që kërkojnë serbët e Beogradit për serbët Kosovë, po të njëjtën gjë ta kërkojnë dhe autoritetet qendrore të Prishtinës zyrtare për shqiptarët në Lugin Preshevës. Kjo do të jetë arma politike më e efektshme dhe proporcionale me Serbinë.